Rritet ndjeshëm numri i rasteve me kancer të stomakut në Shqipëri preken dhe të rinjt. Rritet ndjeshëm numri i rasteve me kancer të stomakut në Shqipëri, duke përfshirë gjithmonë më shumë të rinj, madje edhe personave në moshën 20 vjeç. Sipas mjekëve gastrohepatolog, situata po bëhet gjithmonë dhe më shqetësuese. Mjekja Vigjilenca Demiraj ka deklaruar për mediat se incidenca ka arritur në 13 raste për çdo 100.000 banor dhe se Shqipëria mban vendin e parë në rajon për vdekshmëri nga kjo sëmundje. Simptomat e para që duhet të ngjallin dyshim për kancer të stomakut përfshin këputjen e vazhdueshme, humbjen e oreksit dhe neverin ndaj mishit. Një ndër shkaqet kryesore të kësaj sëmundje është prania e bakterit Helicobacter pylori në stomak, i cili përhapet lehtësisht brenda familjes përmes kontakteve të afërta, si puthjet apo përdorimi i përbashkët i enëve të kuzhinës. Një studim i zhvilluar në disa shkolla fillore në Tiranë ka treguar se 80-90% e fëmijëve të moshës 7 deri në 10 vjeç janë bartës të këtij bakteri, edhe pse në disa raste ai qëndron në trup pa shkaktuar pasoja, tek persona të tjerë mund të çojë në zhvillimin e kancerit stomakut në moshë madhore. Mjekja Demiraj thekson se 80% e atyre që mbartin helikobakterin janë në rrezik të lartë për të zhvilluar këtë lloj kanceri. Mjekët apelojnë për më shumë ndërgjegjësim, kontrolle të rregullta dhe diagnostikim të ershëm si mënyra më efektive për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje vdekjeprurse.